Shikues të dashtun, jeni me emisionin në mëngjesit? Në telefonin në zonën, prof. Ja, nuk në zonën. Ja, po, t'i ve. Jo, po, se për në telefon, pra, kur janë nisë emisioni. Kështë të bo një foto. Apo, u mytë t'i bo foto. Maraklike, kom qëllu, e madhe. Maraklike, ka qëllu. O, Vesh kjo. me janis, me njerë janis me kësy, vesh me bojë dhe ding, raka, ding, tang, ringing, taging, ka. Maraklike, sevdalike, na të përzoj që shtu jenë. Djesë nalë, heq që ju ka shtirë zoni, se kemi pas festën e fund vitit, ose pritën e vitit 3 me safin e të venishit, e Erdonita e ka udheq kejt najën, Qeva kekse të po dhe në kalzova, vetë dhe me kalzu dhe para juve, se unë i thash prom, më pëlqeja ju. Më pëlqin fjallë të tua shumë, edhe ju kalzova dhe qika, dhe shë, kej, ka qështë më tha. Po dhe shumë mire e ka udheq mramjen, dhe pëthon një mramjen shumë mire. Që që thojnë mramjeve zakonisht kur organizohen që shto anglisht? Ade, ja, nisi me kursin e anglishtit. Ha? Më s'kesh, ama, se e garant ka Po bërë. edhe shqipe përdorim. E kam me shku në një... Event. Bash, qashtu. Jo. Që shkruhet? Event. Bravo. Events. Events o shumës. Në shumës, a? Po. Event shkruhet, pra. Po. Event shkruhet për një ngjarje mramje speciale. Event, apo shihet po. E kur dujna me thonë dhe event? Ha? Dhe event. Dhe event është ngjarja. Event është ngjarje. Dhe më thonë është vesh shuar pas shuar. E kemi diskutu, dhe më thonë, kur thush dhe event, dihet që është për çka e ty full. Dhe më thonë, është ngjarja. Dhe më thonë, the event, yesterday, për shembull, ose the event, Okej. çajmë të shkruaj çto? The event, last night. Që i bjen? Mramin e kaluar. Mram. Të më thonë, shqip, kur thojmë mram, anglisht thuhet last night ose last evening. Evening, qka duhet më ukon? Tash, night, në gjuhën shqipe, që tash po ezin këtu po të kalzu, po blokohesh, po blokon. Night dhe më thonë not. Help me. Night dhe më thonë not. Po kam lentin, se kam më një mu. Night dhe më thonë not. E evening, të më thonë që ata mërmendja. Dit. Dit, jo. Po, mbrëmje. O, ku e dit? Dit, që që thojnë ditës? Dej. Dej, normal. Dej, ditës e thojnë dej. Kena arrit e fundi edhe mës me dit dej më vran kejka. Bash. Edhe, që... Kjo është kursi i fundit që po e mbojmë, s'po në emisionin e mëngjesit, se mundë na me bo kurs të një emision të veçantë të kursit të anglishtes. Mirë, të më thonë, event është ngjarje, si një ngjarje e veçantë, organizim, na i thojmë bile në gjuhën shqipe, last night është last, i bjen e fundit, nata e fundit, po anglisht e përdorin për mram. Po edhe last evening e përdorin për mram. Okej? Okej, tash, masi jena në kohën e festave, për shembull, që që thojnë me festu, anglisht, a pëdin? Me... To celebrate? Bravo, pëshe? Okej, me ledzu, është pak ma ndryshe, po qashtu shkruhet. Celebrate? Po, qashtu. Celebrate është folje. Celebrate. Ma che cosa celebrate? Di vushua? Tash, C-ja kur janë nisim fillim, zakonisht lexohet S. Po, celebrate. Celebrate. Qashtu, celebrate. Po të kuptojnë, edhe me thonë celebrate, kuptojnë. Celebrate. Okej. Dje, qa kemi pas mram? Mram kemi pas last night, last evening. Last evening. Kemi pas... Evening... Unë përshkruj anglisht e të këshurë për këtheje. Hajdo ba. We... Qka është we? Na. Bravo. Stuje, më stani, në bënë edhe ne, edhe na dhe ne është letrashe. We... Dance. Celebrate, okej, me thonë kështë. Celebrate, kur është në të kalumen, ishtohet dëja, së është folje regull, celebrated. Që thujnë kamomilit, falë që bëndrejtemën që am të e pi? Kamomile. Kamomile? Po. Po.
We celebrated Ja, bo Benit, një kamomile. Beni. Hajde, çfarë kom shkruar këto? Hajde. Ne festojmë. Jo, lexoje page 2. Celebrate. Lexoje anglisht. Okay, celebrate. Jo, lexoje. Okay, më fal. Last evening. Yes. A thash mirë last evening? Evening. Evening, se ditë Evening. komunje. Hiç mos e shqiptoj që të fjalë, Okay. që to hiç. Veç evening. Last evening. Qashtu. Last evening. Evening. We celebrate. Celebrate. Okay, Qashtu I'm celebrated. sorry. The New Year. The New Year. Mbrëmjen e kalume. Ose mram. Bra. Si thojmë mram. Ne kemi festu vitin e ri. Po, qashtu. Okay. Okej. Nice. E kemi festu vitin e ri. Okej. Kur thëm që shtot si kuptim kritik, se po më Po, që fjali po. që janë, celebrated do të më shkrua. Po tash qëre, në të kalumen kemi Kalume, festu. Kemi festuar. Celebrated. Celebrate, jemi duke festuar. E tash, nëse janë për katolikt, Festuar jemi duke festuar. katolikt për shembull thojnë, Vesh të nali be që të vifi se po më shkrujnë. qashtu, po të shkruajnë jashtë, tonight, çaj bjen tonight? Sonta, po? Sonte, bravo. We celebrate, tash për sonte është pa dën fund. Okay? Po, okay, Se po. kemi celebrate, Tova. celebrate, E pak me grep jam. që, për shembull. Tonight we hajde, Tonight we celebrate Christmas. Christmas, qashtu. Tonight we celebrate, Sonte, na we festojmë Krishtlindjet. Shqip nëse dojmë ta mund me bo, sonte e festojmë Krishtlindjen. Okay. Ose i festojmë Krishtlindjet, Shqip s'di pse i thojmë në shumës, të më thonë, në kuptimin për normalisht, për katolik, sonte i festojnë Krishtlindjet. Po, do më thonë, celebrate, po dë, se është sonte. Sonte, nëse i shkon... Yesterday, tonight... Yesterday we celebrated. Tonight, ja votash. Yesterday we celebrated Christmas. Qashtu, do më thonë, në të kalumë, na pëse po mësën diçka. Po normal. Sa ma shumë që po mësën Erdenita, ma pak me kesh, po na vjen, të njëse po din. Po bre, mos po bëja saj gore. Që thojnë festave dhe ditëve të pushtimit, të kena diskutu dhe një ditë. Festave. Për shamu, kur i thush dikuj, ku po shkon në pushime? Where are you going on? Going to... For? Holidays. Qashtu, holiday. Holiday. Bile, në Amerikë, kur vjen koha e festave të fund vitit, na shqytojnë festat e fund vitit, këta i thojnë holiday season, sezoni i festa. Season. Qashtu. Sezon. Holiday është pushim, e përdorin edhe për pushime festa në punë. Po vjen me tesh. E vërtet. Në anglisht, kur tesh dikush, Janë gjitha gripin, valla. jo e kom pas ma herët. Vesh ta këshyrim sa ko kemi. Në anglisht, kur tesh dikush, i thojnë Bless for you. bless you. Bless you. Bless for you, bless you. I Qa bjerë, të forë ku e mora. Shlet. Këndinja kur dënë më tortë, për s'dvjen, është vdekje. bless you, i bjen Shën... u bekofsh, zotit bekoft. Këta thojnë të bekoft, do më thonë bless. Na thojna kopsh. Na thojmë kopsh. Që dhe ndryshe festave, kur shkojmë, kur ledhen shumë veta për ditlindje ose diçka. Që thojnë, e përdorim edhe Shqip. Party, yes. Party. Që tash po ka kush me të kalëzua atje. Jo, mëre. Ku shumë i kiqë të shqit sa t'i vrenë minjarë. Do këtë 4 syki. Tash. E kemi për shembull Party. so party and për shembull për nej end of year, çfarë do të thonë? Mbarimi vitit të ri. Mbarimi vitit. I vitit, qashtu. End of, për shembull, natën që e patëm na mram. Pse the years shkruhet. End of year, years është shumës. End of year party. Për shembull, mram e kemi pas end of year party. Po në vend partit mundet më përdorë edhe fjala celebration. So është fest. Tash, fjallë zakonisht, fjala party është edhe emër edhe folje. We partied last night. Kena festu. Fest, festu.
njëjtë si në gjuhën shqipe. Po ka njerë fjala për shembull celebrate, qysh bot, celebrate është me festu, do më thonë, po si ema shkruhet qështu. Hajde lexoje tash ti. Celebration. Bravo. Ka përparu Erdonita. Kursi fundit edhe anë kom arrit level 10. Do më thonë, këto janë fjalët që A kena të fundit ajo? është e fundit. E fundit, Kursi i fundit që e kemi me Erdonitën, se kryet emisioni mëngjesit që kur së të tashtën për ju që se keni ditë, The Morning Show. Yes. The Morning Show. Morning... Hajde ta bojmë. Armindi po The thot. Morning Show. A ja keni uru Armindi që u bo Bobi Binjakve? Po, ja kemi uru. Di që kilushet. The Morning Show, A mu në anglisht mja uru? munëm. The Morning Show ends on Në fund e lojna. The Morning Show ends in December, apo? Për datë të jo. December. On Po jo. In December është në muj. Po, kur thush muj, do më thonë, I was there in March, thush në muj. Po, kur thush në datë, është me on. December 31st. Okej? 31st që kjo është 31-tin. E së të që të shkruat, a? Po, first shkruat së të. Numrat rendor, do më thonë, i pari, i dyti, i treti, i katërti, për shembull, se programi i mëngjesit përfundon me 31 dhjetor. Tash, one është një, po i pari në gjuhën shqipe, numrat këto janë rendor, i pari është first. Shkruat qështu, për mu ditë. First, okej? I pari. I dyti, se nësë mundë me thonë me të nitin. A pëtën, për thonë me të parin. Tash me dytin. E dytin, i bjen? Dyst. Dë, kështu për gjithësi është tu. Tu, po. Tash qysh bot i dyti. I came first, you came. I thojnë si... Tus. Jo tus, e ka diçka të bëj me akrepat e orës. I ki 3 akrepat e orës, apo? E ki minutes, e ki hour, edhe? Last. Second. Second, fal. Dyshit i thojnë second. Second, okej, edhe e përdorin. E përdorin, The veç ata. second hand. The second... Jo, po edhe second, për shembull second person i bjen njeri i dytë. Njeri i dytë, Second. okej. Second e përdorin, pse, mos më pyetni se nuk e di. Se përdoret second, edhe shkruhet qështu. Edhe shkruhet qështu. E treshi për shembull? Qëto si pas këm ditë. Si pas këm ditë, që apshe. Treshit i thojnë three, normalisht, e i treti... First. Third. Offer ki. Thirst, e qka do më thonë? Third, do më thonë... Thirst, do më thonë etje, kur pijet uje, oh, I have thirst. I'm thirsty. I'm very thirsty. E që shdohet për kur je unt? I'm hungry. Yes. Bravo. I treti thuhet third. Ka njerë e shkrujnë nalt, rëdën, ka njerë e shkrujnë poshtë. Së të në dë rëdë. Ja, atë komplikune kërë. Komplikume. Jo, po këto nuk i ban mend kështu, dush mi majt mend kështu. I was first. I was second. I was second. I was third. Ose i katërti, I was fourth. Tash është let. Fourth. Tash është let. Dhe më thonë, prej katërshit e anej, këtë jënë me thëja. Apo? Po. Tash është let. E qysh 5, shumë fërtha. 5, bëhet qështu. Fërtha. Ja, qështu. Fifth. Sorry. Fifth. Krejt shkruan me thëja, që ajo e thjeshtë, më thonë, fifth. Sixth. Yes. Sixth. Gjashi është sixth. Bë shqiptoj, sixth. Që i gjashti. Tëni ki shtaci? I shtati? Seventh. I teti? Eighth. Më falë. Qështë të? Ten, në dola të dhejtë. I nonti? Ninth. Edhe tenth. Apo? Tenth. Tenth. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th. Kaj të thëmë be. Kajmë të thonë të thëmë me thëja, thu. Uvane. Si më konë në spanjol. Që i folin spanjol. Po, veç, do më thonë, nuk është shumë e fështirë. 5, veç 3 të para du të mi majtë mendë. Okej.
Më thonë që janë më të ndryshme. Se më ndryshme, këtë tjerat kë kanë vëqme. Të më thonë. First, second, Bravo. third, Bravo, që i mojtin vend. Fourth, po. Fifth. so në 5, gjithë e kam qëta. Sixth, Qashtu. seventh, eighth, ninth, tenth. Që kjo është pari, i dyti, i treti, këto janë rendort. Okej? First, second, third, sot të rritë parat janë ma të veçanta edhe shkruën ma ndryshe. Do më thonë 1 ST, 2 ND edhe 3 RD. Tani vazhdoj me Tani me thëja, kejtë vazhdoj me thëja. Që qështu mundën me pa ma mirë. Edhe njerë afroni ofër, prej në altit, prej të parës. First, 1 ST, 2 ND, 3 RD, 4 Th, 5 Th, krejt me thëja bonë. E dini në gjuhën angleze si shkojnë me thëja, dini që është fjala për numra rendor. Do më thonë, i sati është, që këto janë numrat rendor. Faleminderit, titër. Faleminderit. E kur thë dikush, faleminderit, qësh ja këthen në gjuhën angleze? Na thojmë, s'ko për the. Ata thojnë... Kështë të thonë nothing, nga zgjo, ama ju, titër. Nothing munësh me thonë, po, You're welcome. Bravo. Kush i kalëzaj? Qatë së më beson teacheri, jam, do më tonë. E pashtë dhe ftyrës tonë që mas qysh keshe që të dhuna. Okej, më tregoj binjoko. Kur i thush dikuj, thank you, a i tjetëri, thëtë zakonisht, You're welcome. Je i mirë se ardhur, i bjen në gjuhën, do më thonë. Me indikoj kem su anglishtën të? Krejt e keka. You're welcome. Lenti së të më tregu kur gjo, Roni, jo. Super. Thank you, përgjigja welcome. është you're welcome. Welcome. Okay? Qështu, thank you, you're welcome. Jem shumë kurioze nëse kësham së gjermanishtën. Gjermanishtën, ja kom nisë që tash... Du me mësu. Gjermanishta shumë e shtirë. Bite? E mësojmë bashkëm në i kurse gjejmë. Tani du të më martu jashtë. Po tash unë dashurën e kam austriake edhe flet gjermanisht. Edhe unë dashurën e kam zvicran. Po, tash më duhet më janis me mësu, ajo duhet më janis me mësu shqip, unë duhet më janis me mësu gjermanisht. Shë këtë do të me mësu, a më më për qefe kësha mësu. I nicht verstehen. Nicht verstehen. Nicht verstehen. Nein. Verstehen. Verstehen. Skuptoj dhe më thonë, nicht verstehen. Nicht, dhe më thonë, alles gut. Alles gut. Schatz, ja, nein. Schatz, i bjen zamër. Okay. Si zamër. Ich liebe dich. Ich liebe dich. I bjen të dua. Edhe që dulem të shasi. Okej, ade, dulem, që që thojmë bineshve? Twins. Po, bravo, twins. A të kalzoj të kusha e ditë vetë? Pasha zotin jo. Okej. Shkruje Armendi, është Bob, i ka 2 qika fantastike. Qika në amrat? Bora dhe Buna. Bora dhe Buna ju duam. Okej, tash, që bojnë? Armand is born. Armand, kur t'i shtot sëja, do më thonë i Armendit, e Armendit, Armand's wife. Kaltrion. Armand's wife, do më thonë gruja e Armendit, kalume has, do më thonë ka, lind, i ka lind, do më thonë has given, në anglisht thuhet given, do më thonë has, give, o kur bot me has, given, me lind, i thonë, qështë i thonë, unë kom lind, kur ki lind ti, kalzo ma dotën i lindjes në anglisht. Të bokova kejtë. Këtë retrorespektiv. I was born. Bravo, born. In 9 December. On December. Mas pari thuj mujin. On December. 9. Nontin. Okay. 9th. On December 9th. Apshe që lidhën sanet. On December 9th. Of? Qar viti? Vitin dush me thonë, 1900 e lind? 96. 1996? Ke plak. Okej. Ju kemi të regu që në gjuhën angleze vitet ndonë në 2 copa. 1996. Ledzohet në damas 1900. Që që thënë 1900?
19. Okej, se thash Edhe 96? 96. 96, okej. Do më thonë, you were born on December the 9th, The 9th. the 9th of 1996. Qashtu. December 9th. Lodhë mu shafrim dhe një thash. Okej, i kthemi lindjes. Hajde, i këthemi mendit. Okej. Armand's wife, Has given birth, se born është folje kur thush me Okej, lind, po. birth është lindje. Lindje. Dhe më thonë, me përkthy bukfalisht i bjen, gruaja e Armendit ka jep lindje, po has given, qashtu bukfalisht. Dhe më Okej. thonë, literalisht që përdorim tash, ma herët e kemi përdor bukfalisht që të fjallë. Armand's wife has given birth to ose to twins. Vesh Two twins. Two girl, a mujna me thonë? Two twin girls, ose two twins. Ose two twins, ose Por two edhe twin bune. girls. Qështu. Ku shala emrat? Okay. Twin girls named Që ato e këna mshirë më ngjesin, se të lojnë pa gjëmë qikat. named Bora Bora and Buna. and Buna. Yes. Pra mëne që na do këtë shkort shqip me thonë gjithë këto. Armand's Shqipja wife. bile, Shqipja Ma e gatë. ma e po, gjatë, ma e gjithmonë. gjatë. So është Që më të deskriptive. bëllë gjatë. Armand's wife has given birth to twin girls named Bora and Buna. Gruaja e Armendit Armendit. i ka lindur dy vajza, dy binjake qika. dy binjake, s'ki nevojë me thonë qika, binjake. Po gëllë se kështë shkru të këtë. Binjake, gjuhën shqipi binjake. Binjak, kur Po janë dhe twin, binjake. Twin girls, okej. shqip, s'ki nevojë me thonë girls, se e ki kuptova, e femërore. Në anglisht nuk ka gjini emri. Exakt. Named Bora and Buna. Named. Named, Ish named. yes, named. Named Bora and Buna. Ja. Të emruara, Bora dhe Buna. Okej, Good, tash, good. që që thojnë trenjakve, ose trenezve. Twins, jo. Thruic, jo. Thrinjak. I thojnë qështu. Se kështë ditë këto, vesh të mësumë Kornet, tash. kor. Triplets. Për një me kia. Kur se kësha Triplets. Triplets, që pëthu? Tripleta, dhe që përdorin edhe në Shqip, kanë në Shqipni e përdorin tripleta, kur i fiton tri kupa, që shtë përdoret dhe për trenjak. Katërnjakve? Katërnjakve i thojnë se di. Okej, interesant. Në zune. Më falë, se di ta katërnjak. Hajtë që për Ai vesim që për përsi. lipën. Triplets. Okej. Triplets. I have triplets. Unë e kom i bo katërnjak. Hajde, për vesim qatë gjipitin, for... Ka, katërnjak, as lindin atje, katërnjaka. Edhe nisan, vlaznive dhe motrave, në gjuhën angleze i thojnë edhe një fjallë e re, dhe më thojnë që nuk e den, nuk ka gjasa besoj me ditë të këta, është sibling. Sibling, dhe më thonë, kur të vetë në formular, how many siblings do you have, i bjen sa vlla e motra i ki. Apo? Siblings. Siblings? Sa vlla e motra i ki? How many siblings do you have? 2 sisters and 1 brother. You just say three siblings. Krenë Three siblings. 3 siblings, okej. Siblings janë dhe më thonë vllaznit e motra. Po mund është me thonë, I have 3 siblings, 2 sisters and 1 brother. okej. Okay? And I hate them all. Apo? Jo. Jo, okay. I love. You love them, okay. At the same time, që pikëshyri, how do you call 4 siblings? Apo dhe që, e kom ditë, po që që thojnë katërnezhve. Po, për moment të nëzuna I ngujt. thojnë, do më thonë, përdoret një fjallë pej latinishtës, Kejt me shamull, latinisht na lidhen kejt. do më thonë, si, adin kur i thush dishkash quadruplets, quadruplets. Pashon e latinisht një me. Do më thonë është qështu. Quadruplets. Bale zërë shme kaka. Edhe, Quadrolupts. do më thonë, quarta është 4, quinta është 5 në latinisht, edhe të një thojnë quintuplets.
mi thonë dikuj Kur i të kam bojnë 5.000. Quintuplets, për shembull mi pas 5 I have quintuplets. Quintuplets. Edhe sextuplets, që të me radhë. Erdonita, thank you very much. Thank you very much, Kik. Faleminderit shumë për I këtë appreciate- kohën bashkë në kurs. Mezis po prasmi po momentet, që përse kemi transmetuar në festive. Momentet Shumë më të mira. Kra në kurs që i kemi pas. Edhe kom su, edhe kena kesh, edhe kena baj gare, po edhe kena marrë komente shumë bukra prej shikuzve që e kanë pëlqy kursin, edhe shumica dhe kanë menu që e di, po veç po bëja i gare, po për një me, së shë e di dhe shumë anglishtën, po ko gjaj kom Se si. kish ditë anglishtën që të përmbyllë e kish bon anglisht. Bashë! Erdonita, thank you very much. Thank you, teacher. See you on Friday. Yes. Edhe nisan që e mësum që i harum, do më thonë, kur thuni muj, do më thonë, I was there in March, kam qenë atje në Mars, ose në February, në shkurt, in December, në dhjetor. Do të më thonë on. Kur thuni veç mujin, thuni in. I was there in December. Kur thuni tamon datën, i thush I was there on December the 2nd. The second, yeah. Për shembull, që i bjen? Second, që i bike? Dytin. Dyti. Qashtu, second është i dy. First, second, third, fourth, fifth, sixth, e tjerë. Edhe një të faleminderit shumë, tash ti kemi vazhdu në pediatri, Po, në e bon kemi historie. një historie. Çfarë historie e keni? E kemi një historie, po me një festive, kemi me i dërgu me një organizuar disa durata për fëmijët në pediatri. Edhe kemi shku me gjiru shtash për orës 9. Edhe kemi shku me për orës 9. Kemi qenë atje. Ik me njerë, dil jashtë. I dua. Shikus të dashtën, na e patëm një pyetje ma heret. Pyetja ishte për numrin e votuesve për zgjedhjet e 28 nëntorit. Do më thonë, në gjuhën angleze thojmë we have elections in December, do më thonë kemi zgjedhje në dhjetor, kurse kur thuhet tamam për datë thuhet we have elections on December the 28th, ose on December 28th. Mund është me thonë edhe qashtu, on December 28th, ose on December the 28th. Kemi zgjedhje, sa votues janë në këto zgjedhje. E kemi përmirësu gabimin, se kemi pas gabimin ma herët, numri i përgjithshëm i votuesve për këto zgjedhje. Ju tregum pra që banor Kosova, sipas regjistrimit i ka diku rreth 1.600.000, po sa është numri i përgjithshëm i votuesve? 1.575.000, 233, 1.801.322, apo 2.076.290. E përgjigja e sakt, pse shka nuk e din normalisht, se këtu janë edhe votues të diasporës, por nuk ka qas shumë votues diasporës, sa është numri i madh, se po mduket të diasporës janë vetëm 78.000 votues, ashtu diçka, po përgjigja e sakt është 93. 2.076.990. Shumë votues. Shumë votues, ka sigurisht edhe shumë votues të vdekur që nuk janë pastru ende nga listat, ndoshta ndodh tash në tarmën, ndoshta ka nevojë masi ka që ka shumë votues të vdekur, me hap qendra votimi edhe tek varezat. Po, sikur dashni tash përshkojmë pak me lajmet, edhe motin, edhe tani e përmbyllim emisionin ton të sotëm.